Përshëndetje miq. Për shumë vite personazhi i historisë son mendonte se Jati ishte armiku i tij. Edhe pse kishte shumë frikë dhe urrente, dashurinë e tij e dëshironte më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Konkluzioni në zemrën e tij e udhëhoqi në fund në një vend dëshpërimi, por pikërisht aty, zemra e John Miller, mendja dhe jeta e tij u bën të lirë nga prangat. Elsie, zgjo, në shtëpi ka rënë zjarr. Po të digjen rrobat. Johnny, zgjo. Eja, duhet të dalim jashtë. Duhet të marrë telefon zjarr fiksen. Ku është telefoni? Nuk shikoj asgjë nga tymi. Dil jashtë, dil jashtë. Të ndriçojmë një botë të errët. Miqtë e mi po ndiqni të lirë nga prangat historitë vërteta njerëzore, dramatizuar dhe prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell në Shqip nga Radio 7. Sot për transmetim në gjuhën shqipe programi numër 17 i serisë Të lirë nga prangat, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Unë jam John Miller dhe kujtimet e fëmirisë sime janë shumë të dhimbshme. Babai im ishte alkolist. Ai vinte shumë i dehur në shtëpi. Grindej dhe na dëbonte nga shtëpia të gjithë. Nuk mbaj mend asnjëherë të më kishte përqafuar apo të më kishte thënë se më donte. Kur isha rreth 4 vjeç, ai e ndoqi pas nënën me thikë dhe unë dola jashtë me ulurima, sepse ishte i sigurt se vërtet do ta vriste. U fsheha në barin e lartë derisa nëna erdhi dhe më mori. Më vonë, një natë tek ai flinte i dehur në karrige, ra një zjarr në shtëpi që dogji këmbën e tij dhe që mund të na kishte djegur të gjithë. Shumica e gjërave tona shpëtuan, por gjithçka vjen era tym. Po, Çfarë do të bëjmë tani? nuk e di. Duhet të gjejmë një vend tjetër ku të jetojmë. Si e bëra këtë? Të paktën zjarr fiksit e shojtën zjarrin përpara se të digjej e gjithë shtëpia. Po, duhet kem qenë shumë i lodhur. Ti ishe përsëri dehur. Kisha arsye, më pushuan nga puna. Ti asnjëherë nuk zëmend. Do ishte më mirë të rrihet larg klubeve. Ndoshta nëse largohemi nga Potson, të shkojmë në jug. Ne mund t'ja fillojmë nga e para. Akoma mund ta kujtoj udhëtimin e gjatë për në Karolinën e Veriut. Por babai e humbi punën pas disa muajve, kështu që u kthyem në Patson. Ne u kthyem atje me duar bosh dhe qëndruam me prindrit e nënës. Ata ishin aq të varfër sa që e merrnin ujin nga një pus atje jashtë. Por ne jetuam aty për rreth 6 muaj. Kjo ishte koha më e bukur dhe më e keqe e jetës sime. Nëna dhe babai nuk grindeshin dhe unë e doja shumë gjyshin tim. Shiko pak, Johnny. Si është e mundur që nxjerr ujin më mirë se unë? Tani me nga dalë, se kova u mbush. Ja, ashtu. Bravo, djali madh. Mendon se mund ta mbash kovën deri në shtëpi për gjyshin? Patjetër. Kujdes, se mos e derdh. Është goxha djalë. Ai do t'ju gëzoj. Po e marr me vete ku të shkoj për radhiqe sot mësdite. Gjyshi shpenzonte orë të tëra me mua dhe shpesh më thoshte se më donte. Diçka që nuk e dëgjova kurrë nga babai im. Por nga ana tjetër, unë flija me 2 dajat e mi, një prej të cilëve më shfrytëzonte. Më vinte turp dhe isha i friksuar t'i tregoja të tjerëve dhe u lumturova kur shkuam të jetonin në shtëpinë tonë. E varrosa këtë në mendjen time dhe nuk i thash askujt. Deri pak vite pasi kisha pranuar Krishtin, nëna dhe babai filluan të grindeshin përsëri. Një vit, gjatë festës së falënderimeve, nëna kishte ruajtur para të mjaftueshme për të blerë një gjel deti. Ajo madje kishte ftuar edhe miq. Babai ishte larguar nga shtëpia në mëngjes edhe u kthye në mbrëmje i dehur. Nuk të thash të ftoje shumë njerëz për darkë. Mos u bëj keq, Johnny. Është fest. Dëgjoj, kjo është edhe shtëpia ime dhe nuk dua shumë njerëz këtu. Po ne duhet të bëjmë darkë për fëmijët, John. Të lutem, mos e prish gjithë këtë. Jam deri në gryk me fjalët e tua
që më thonë se ç'duhet të bëj dhe çfarë nuk duhet të bëj. Po çfarë bëre për mbysë tavolinën? A i pëlqen të ftuarve se si është rregulluar tavolina tani? Po si mund të ta bësh këtë? Të urrej! Ashtu. E po, ndjenja është e përbashkët. Sa të rriten fëmijët dhe unë nuk do të rrimë me ty. E kundërshtova babain për herë të parë në jetën time kur isha 12 vjeç. Ai po e ndiqte nënën si një manjak i zemëruar. Dhe unë i dola përpara për ta mbrojtur. Ai më rrau dhe më hodhi tutje. Dhe që nga ky moment e urreja faktin që rrinte i dehur gjithkohës. Kur kthehesha nga shkolla dhe e gjeja duke fjetur në karrige, uroja që ai kurrë të mos ngrihej sërish. Madje mendoja edhe ta vrisja. Ndaj dhe nuk isha i përgatitur një të diel mbasdite, kur një burrë erdhi tek dera dhe më prezantoi veten si vlla Bob. Doja t'ju ftoja në kishën që sapo kemi hapur lart në Kodrin. Kemi një program për fëmijët. Ashtu? Gjoni mund të shkoj. Ai është 13 vjeç tani. Programi i fëmijëve fillon në orën 9:30 dhe ju jeni afër, kështu që djali juaj mund të vijë në këmbë. Mendoj se është një ide e mirë. Pak fen nuk i bën keq askujt. Do të sigurohem që ai të lutet përpara se të hajë dhe në fund të fundit, të gjithë fëmijët thonë një lutje përpara se të shkojnë të flenë. Zoti Miller, nëse të gjithë do t'i luteshin Perëndis, ne do të kishim një botë më të mirë. Po, do ta dërgoj unë të dielën. Pse nuk vini edhe ju? Ju dhe familja juaj. Po, ashtu do të bëjmë. Baba, nuk dua të shkoj në kish. Nuk ka rëndësi se çfarë do ti morbir. Do të shkosh dhe pik. Babai nuk shkoi kurrë në kish, por më dërgonte mua. Dhe për çudi, më pëlqyen mësimet për Perëndin dhe Biblën. Pa kohë më vonë, ata më pyetën nëse unë doja ta pranoja Jezusin, dhe unë i thash po. Doja dikoj që të më donte, dhe me besimin tim për fëmijë, e dija se Jezusi kishte dashuri për mua. Për herë të parë në jetën time unë ndjeva i sigurt. Si shkoj kisha sonde? E frikshme. Unë ngrita para të gjithëve dhe i tregova atyre për dashurinë e Jezusit. E di që Perëndia më do. Unë nuk do ta kisha këtë guxim. Ti dhe babai duhet vini me mua të diela nën. Aha, ndoshta do të vim një ditë. Perëndia është i vërtet. Unë besoj tek Zoti, por gjithashtu besoj se duhet flet dielën. Jezusi do të kthehet, baba. A e di këtë? Duhet të jesh gati. Shiko, mjaft me këtë. Shkoj bëj punët e tua. Më parë nuk doja të bëja punë, por fillova të kënaqesha teksa bëja punë për rreth shtëpisë, dhe babai vuri re ndryshimin tek unë. Ai më trajtonte më mirë. Atëherë, zura një mik në kish që ishte më i madh se unë, dhe unë shpenzoja shumë mbrëmje ulur në verandë duke folur me të. I tregova atij për jetën time të mjerueshme në shtëpi. Babai yt ka nevojë për Zotin, John. Jam përgjëruar atij dhe nënës që të vinë me mua në kish, por ata nuk duan. Nuk janë gati. Ndonjëherë njerëzit duhet të arrijnë fundin përpara se të ngjiten lart. Më parë urreja babain, por që kur kam filluar të shkoj në kish, e shonjë në mënyrë krejt ndryshe. Ai pi gjithmonë. Nuk ja del dot pa ndihmën e Perëndis. Vërtet mendon se Perëndia mund ta ndihmojë? Perëndia ndihmon ata që e duan ndihmën e tij. Nuk e di. Babai im është tip i vështirë. Perëndia na do. Mbaja mend këtë, John. Unë e di që ai na do. Dhe ty dhe mua. Dhe nëse ti do dikë, gjithmonë do ta ndihmosh. A dëshiron që unë të lutem për ty? Vazhdova të shkoja në kish, dhe misia e tij më ndihmoi të kaloja shumë vështirësi në shtëpi. Gjyshimi i dashur vdiq gjatë kësaj kohe, dhe unë u hidhrova mjaft. Më mungonte. Më pas ndodhi diçka tjetër që i dha një drejtim tjetër jetës sime. Ndërsa po luanim futboll, një ditë miku im më i mirë më goditi fort dhe kockat e mia të legenit dhe të këmbës u thyen. Gjatë operacionit, doktorët më vendosën një copë metali në këmbë. Si je birë? Ata do të fillojnë terapinë fizike nën. Si mund të fillojnë kaq shpejt? Nëse do të shërohesh, duhet ta fillosh. Por thyrja ishte e tmerrshme. Akoma mund ta dëgjoj kërcitjen. Ti je akoma i ri, John. Kockat e tua do të shërohen, por nuk mund të luash më futboll.
Dhe as Bobby. A i ndjeje kaq keq për ato çfarë ndodhi, sa nuk shkon as të futet në skuadrën e futbollit të shkollës. Po babai, pse nuk erdhi të më takonte? Po ti e nje babain tënd. Qëndrova në spital për 6 javë, dhe nëna vinte çdo ditë. Por babai erdhi të më takonte vetëm një herë për 5 minuta. Refuzimi i tij më lëndonte më shumë se kockat e thyera. Shërimi ishte i tmerrshëm, sepse duhej të mësoja të ecja përsëri, dhe se isha i detyruar të qëndroja në shtëpi me sjelljen abuzive të babait. Gjërat u përkeqësuan kur nëna e la babain dhe shkoi të jetojë me një burr tjetër. Unë qëndrova në shtëpi me të derisa mbusha 16 vjeç. Më pas shkova të jetoja me nënën. U largova nga kisha dhe e la shkollën që të punoja. Isha shumë i trishtuar. Një ditë shkova të takoja prindrit e babait. Pse do të jetosh me ne, John? Nuk ndihem mirë kur jetoj me nënën. I dashuri i saj është një pianec. Unë punoja aq sa të mundem dhe mundohem të ndihmoj me para për ushqim, por ndonjëherë nuk kemi asgjë për të ngrënë. Po vllai, si është? Ai është shumë i vogël dhe nuk do t'ja di. Pse nuk rri me babain? Kur është i dehur ai sjell gra të tjera, dhe kjo më shqetëson shumë. Nuk është më i keq me mua, por nuk më pëlqen jeta asnjërit prej tyre. A mund të qëndroj me ju derisa gjej një vend tjetër për të jetuar? Mund të provojmë për një muaj apo dy. Ulu, John. Duam të flasim me ty. Çfarë ka ndodhur? Jemi të qetësuar për babain tënd, që jeton vetëm. Ne mendojmë se ti duhet të kthehesh dhe të qëndrosh me te, që të kujdesesh për te. Ai mund kujdeset për veten gjysh. Jo kur është i dehur. E mend zjarrin që i vuri shtëpisë një herë. Dua të ri këtu me ju. Nuk dua të jetoj me babain. John, ti do të shkosh të jetosh me te. Unë ndjeva shumë i refuzuar, por shkova të qëndroja me babain, i cili në atë kohë po jetonte në një hotel. Isha plotësisht i humbur, pa të ardhme, pa familje edhe pa para. Asnjë nga prindrit e mi nuk donte t'ja dinte se çfarë bëja apo çfarë do të më ndodhte. Doja që dikush të interesohej për jetën time, kështu që u bashkova me forcat ushtarake në moshën 17 vjeçare, duke menduar se do të ndihesha mirë. Emrimi im ishte vendosur të bëhej në shtator, kur isha 18 vjeç, dhe në ato momente isha penduar për vendimin tim. Duke punuar në magazin, ndërsa prisje të bëja trajnimin bazë, zura një mik i cili më mori në një takim të dyfisht. E shpenzova gjithë mbrëmjen me vajzën, që ishe e ftuara e mikut tim. 2 javë më vonë, me lejen e tij, ne filluam të dilnim së bashku. Zemra ime këndonte dhe gëzonte sepse tani i përkisja dikujt. Unë dhe Carol kishim shumë gjëra të përbashkëta. Edhe babai im pi shumë alkool. Ai kur nuk tregoi të keq me ne, por gjithmonë turpërohesha kur miqtë e mi e shihnin teksa shkonte i dehur, sa ndej këndej. Unë nuk dua të jem i tillë, Carol. Dua një familje dhe një shtëpi që është e lumtur dhe e dashur. Ashtu siç ishte me gjyshin tim. Sa do doja ta kisha takuar. Unë gjithmonë e kam ditur se ai më donte. I vetmi rast kur ai më flet është kur vërtet për diçka. Ti pas ke humbur shumë. Kur nuk pi ai është i mirë. Por kjo nuk ndodh shpesh. Sa keq. Si kur të shkonte në kish. Ne gjithmonë shkonim në kish, por unë nuk mund të them se e njoh Perëndin. Pa të, jetës tënde i mungon diçka. Perëndia do të kishte sjellë një ndryshim të madh nëse unë do të isha i shpëtuar më herët. Por nuk ishte kështu. Njohuria ime për Perëndin kishte sjellë disa ndryshime tek unë. Por ndryshimi përfundimtar do të vinte shumë më vonë. Ne u martuam një javë përpara se të shkoja në ushtri në Fort Benning, Georgia. Menjëherë fillova të kisha probleme me këmbën time të vrarë. Pas trajnimit bazë dhe të avancuar, u largova dhe e mora Carolyn me vete. Ne morëm me qira një dhomë dhe të dy ishim shumë të lumtur për rreth 1 muaj. Këmba po të dhëm përsëri, a? Më dhëm shumë që nga trajnimi bazë. Bën mirë të shkosh në spital. Ata nuk e kuptojnë se ku është problemi, zemër. Duhet i tregosh doktorit për atë gjendrën. Duket sikur është infektuar. Më dhëm kaq shumë
Mos lëviz. Po shkoj unë. Shiko se kush erdhi të takoj. Baba, çfarë bën ti këtu? Morëm makinat të rastit e menduam të vinim të takonim. Foleja jonë e ngrohtë ishte e pushtuar. Për disa javë babai u soll mirë, por nuk zgjati shumë dhe jetët tona u bën të mjerueshme. Ai grindej me të dashurën e tij dhe ngacmonte Carol kur unë nuk isha aty. Ai vodhi disa nga bijuteritë e saj dhe i shiti që të blinte alkol. Një ditë kur më goditi fort, unë fizikisht e hodha jashtë. Por u pendova dhe e lejova të jetonte me ne ndërsa kërkonte për një shtëpi të vetën. Brenda disa muajve, unë dhe Carol u ndam. Pas ke kaluar një ditë të keqe, apo jo? Po, Togeri më flet gjithmonë sepse së murem shpesh. Por çfarë duhet të bëj? Këmba më dhëm shumë. Çfarë tha doktori? Ai më dha disa qetësues. Ushtria më premtoi kujdes të mirë shëndetësor. Por kam filluar të acarohen. Duhet të ketë një përgjigje. Eja ti ikim që këtu, Carol. Me kënaqësi. Nuk mund të duroj më babain tënd. Ai është shumë i ligë. Jo. Eja të ikim tani dhe të shkojmë shumë larg. Shumë larg. Le të fillojmë një jetë të re. Po ata të ushtrisë nuk do të kërkojnë? Do të jemi të kujdesshëm, shpirt. Eja, me që babai nuk është këtu, eja të mbledhim rroba tani edhe të ikim. Ne u drejtuam për në perëndim, duke përfunduar në Galveston, Texas, ku Carol punonte në një restoran dhe ne fshiheshim sepse kishin frikë se mos ushtria zbulonte se ku ndodhesha. 7 muaj më vonë, pasi gjetën një punë në të njëjtin restoran, FBI më arrestoi dhe unë përfundova në një kamp. Sa kohë qëndruat? 6 muaj. U largova sepse ushtria nuk kujdesej për nevojat e mia shëndetësore, gjë që ma kishin premtuar. Të pash që po çaloje. Këmba më dhëm gjithmonë. A lutesh ndonjëherë? Disa vite më parë jam lutur, por në një farë mënyrë u largova nga Perëndia. Kam një Bibël. Nëse do ta lexosh, Ndoshta dhe do ta marr ndonjëherë. Bibla vërtet më ndihmon. Perëndia është plot mëshirë dhe falje. A e di këtë? Mundohu të lexosh psalmet. I lexova psalmet gjatë 3 muajve në kamp, por nuk u ktheva me të vërtet tek Perëndia. Sa po dola nga kampi, sepse ushtria më dha një shkarkim të përgjithshëm, unë e harrova Perëndin. 3 vite më vonë, një doktor më hoqi një copë kocka nga këmba ime dhe ajo filloi të shërohej. Deri në atë kohë, unë dhe Carol kishim disa fëmijë. Isha ngritur me përgjegjësi si menaxher prodhimi në punë dhe fillova të pija me një burr për të larguar stresin. Ndryshe nga babai, unë isha i lumtur kur isha i dheur. Por kur nuk pija, i trajtoja gruan dhe fëmijët ashtu si babai na kishte trajtuar ne. Të thash që nuk e doja këtë mëngjes, por ti nuk më dëgjove. Më vjen keq, John. Nuk e kisha mendin aty. Pres që ti të më dëgjosh, e morë vesh. Unë nuk jam punojse jote, John. Nëse do t'ishe, do të pushoja nga puna. Nuk je në gjendje të bësh as edhe një gjë ashtu siç duhet. Është e vështirë të jetosh me ty. Sepse ti më poshtron përpara fëmijëve. E po ti e meriton. E po, nuk është e drejtë që ti më kritikon mua dhe fëmijët kaq shumë. Askush nuk është i përkryer. Ju të gjithë duhet të mësoni. John, më dëgjo. Nuk dua të flas më për këtë. Po iki. Ti ke nevojë për Perëndin në jetën tënde. Po mundohesha të largohesha nga Perëndia. Dhe nuk doja të dëgjoja këtë. Isha shndërruar në një njerëz shumë të zemëruar. Pas një grindje me Carol, u ula në makinë me dritaret të mbyllura, duke uluritur dhe mallkuar Perëndin. Nuk doja të veproja në atë mënyrë, por nuk mund ta kontrolloja më dot veten. Kur kompania u shit, jeta vërtet u përkeqësua. Unë sigurisht që fajsoja Perëndin. Një ditë u largova nga familja dhe shkova në Wilmington, ku qëndrova me një mik të vjetër. Por Carol nuk u dorëzua me mua. Kur ajo e mori vesh se ku isha, më mori në telefon. John,
nuk mund ta lëm martesën tonë të përfundojë kështu. Mendova se kjo do të ishte më e mira për ne. Ne premtuam të qëndrojmë bashkë dhe të duam fëmijët tanë. Të kujtohet? Por shiko se si të trajtoj ty dhe fëmijët, Carol. Jam tamam si baba im. Jo, kjo nuk është e vërtet. Ti nuk je një pianec dhe punon shumë. Edhe ai punon të shumë. John, unë të dua. Nuk mund të dorëzojmë kaq lehtë për familjen tonë. Edhe unë të dua, Carol. Por e urrej veten time. Eja në shtëpi. Dhe ne do të shkojmë në kishë ose diku tjetër. Kemi nevojë për perëndinë në jetën tona. Kam gjetur një punë me pagë më të mirë këtu. Ne do të vim atje të jetojmë bashkë me ty. Po vi atje derisa të gjejmë një vend ku të jetojmë këtu. Kur shkuam në Wellington, ne ishim të dy 26 vjeç me 3 fëmijë. Një mik nga puna ime na ftoi në kishë dhe ne shkuam rregullisht për 6 muaj. Martesa jonë u përmirësua derisa u ndikova nga një burr në punë. Ai më udhëhoqi në një rrugë tjetër. Shumë mirë, John. Po filloi të vinë qef. Gjithçka bëhet më mirë me drogë, burr. Nuk e di nëse bie dakord me ty. E pse jo? Shiko sa mirë të bën të ndihesh. Hajde. Po, se ç'kam një ndjenjë se Perëndia nuk e aprovon këtë. Ka ikur ajo komër birë. Kujt po i bëjmë keq? Nëse po pim pak drogë. I bëjmë keq vetes son. Dhe kjo nuk është një gjë e mirë përpara Zotit. A interesohet se çfarë na ndodh ne? Hey, nëse ka një Zot, ai do të lërë të të bësh çfarë të duash. Po, por një ditë do të gjykosh dhe do të japësh llogari për çdo gjë që ke bërë sipas mendjes tënde. E po, unë nuk e vras mendjen për këtë. Kurse unë po, sepse e di që kjo është e gabuar dhe nuk dua ta bëj. Pas një farë kohe, miku im e la punën dhe unë zura vendin e tij. Në moshën 30 vjeçare i kisha të gjitha. Por punoja çdo ditë të javës, ndonjëherë 14 orë në ditë. Nuk kisha kohë për Zotin dhe as për familjen. Nuk kisha kohë për të pirë alkol dhe as për drogë. 2 vite më vonë, miku im më ofroi një punë në një kompani që ishte e tij. Më pas ai më bëri partner të plot. Për shkak se ne i shpenzonim shumicat e ditëve duke pirë dhe të treguar, humëm të gjithë klientët tanë dhe ai më braktisi. Dhe më la që të gjitha borxhet t'ja paguaja unë. Unë mund të gjej një punë, shpirt. Mos u mërzit. Edhe unë mund të gjej një punë tjetër. E megjithatë, ne duhet ta shpallim se kemi falimentuar. Ky nuk është fundi i botës, John. Vërtet e prisha fare. Do ta kalojmë dhe këtë. Më shiko, jam 25 kg mbi peshë dhe i falimentuar. Do të filloj të bëj ushtrime dhe të ndjek një dietë. Do të dobësohem. Unë do të filloj të shkoj në kishë. Ne të dy kemi nevojë për Perëndinë në jetën tona. Kështu nuk piva më alkol dhe drogë. Por vrapimi u bë Zoti im 7 ditë të javës. Gradualisht fillova të ndihesha shumë bosh. Dhe një ditë ja hapa zemrën Carolit. Ndihem si një burr i thyer, Carol. Nga të gjitha gjërat që kam provuar, asgjë nuk më bën të lumtur. Kam arritur në pikën në ku nëse diçka nuk ndryshon shpejt, më mirë të vdes, Carol. John. E kam e tërmend. Kam menduar të shkoj te kura dhe të hidhem. Madje kam menduar të përdor edhe një armë për t'i dhënë fund jetës sime. Të paktën kështu të lashat e mia do të përfundojnë. Ti e di që kjo nuk është e vërtetë. Atëherë, do të duhet të përballesh me Perëndinë. E di. Nuk jam gati për këtë. Ajo që duhet të bësh është të kërkosh faljen e tij, John. Të duhet Perëndia në jetën tënde. Atë ditë, i thash Perëndis të më falte, dhe i thash atij se do të bëj gjithçka që ai dëshironte, pa marrë parasysh se çfarë do të ishte. Ne filluam të shkonim rregullisht në një kishë që kërkonte sakrifica të mëdha, dhe ne ishim gati. Ata na inkurajonin të bënim gjëra të mira, duke përfshirë vizitat në shtëpitë të moshuarve në disa vende të caktuar. Por kisha jonë nuk na nxiste të flisnin me rreth Jezusit. Ne nuk e dinim se ishim futur në një fe falso. Më pas filluam të dëgjonin të vërtetën e Biblës dhe syt tan u hapën. Oh, John. E kemi patur gabim, apo jo? Po, zemër. Ky
Ky artikull në revistë thotë se ne jemi shpëtuar nëpërmjet hirit dhe vetëm prej tij, jo nga veprat. Dhe ka marrë një varg nga Bibla, tek Efesianëve, kapitulli 2, vargjet 8 dhe 9. Dëgjoja. Por ne jemi shpëtuar nëpërmjet hirit, nëpërmjet besimit dhe kjo nuk vjen nga ne, por është dhuratë e Perëndisë, jo nga veprat që të mos mburret ndokush. Shpëtimi është një dhuratë nga Perëndia. Si është e mundur që ne nuk e kishim kuptuar më parë? Sepse ne nuk po e dëgjojmë ungjillin e vërtet. Se Jezusi vdiq për mëkatet tona, se vetëm vdekja e tij është pagesë e plot. Ne jemi munduar të fitojmë pëlqimin e Zotit. Gjatë gjithë kësaj kohe kemi shkuar në rrugën e gabuar, Carol. Shiko vargun tjetër të Efesianët, John. Vargun 10. Në fakt, jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to. Të paktën po bënim atë që është e drejtë, duke shkuar te të moshuarit. Po. Por ne duhet të ndajmë këto gjëra me pacientët tanë, Carol. Nëse shpëtimi është nga hiri, nuk është asnjëherë tepër vonë për dikë të vijë tek Krishti dhe të shpëtohet. Çfarë duhet të bëjmë? Le të lutemi që Perëndia të na drejtojë. Perëndia ju përgjigj lutjeve tona dhe vendosi një shërbes në zemrën tonë. Të kishim një shtëpi për të moshuarit, ku Krishti të ishte themeli. Ishin këto lutje që na ndihmuan të kuptonim hirin e Perëndisë dhe gjendjen tonë. Ne u bashkuam me një kishë që jepte mësim rreth Biblës. Një kishë që lavdëronte Zotin Jezus Krisht dhe sakrificën e tij për mëkatet tona. E kisha harruar Perëndin për shumë kohë, por ai nuk më kishte harruar mua. Ai më shpëtoi nga vetja, derisa unë kuptova plotësisht ungjillin dhe pranova Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Ky ishte viti 1995. Shëndeti im ka qenë i mirë, por unë dhe Carol vazhdojmë të ndajmë Jezusin në shtëpitë për të moshuar, që nga momenti kur dola në pension, studiova të merrja një diplomë që të bëhesha pastor apo kapelan. Miqtë e mi, shpresojmë shumë që historia e John Miller të ketë treguar dashurinë e pafundme që Perëndia ka për ty. Perëndia nuk do që ndonjëri të humbas, por pret që të gjithë të vinë në pendes. Nëse do doni t'i hapnit zemrën dhe jetën tuaj shpëtimtarit, do t'ju ftoja të luteshit së bashku me mua tani. O Zot, vi tek ti si një mëkatar që nuk mund ta ndryshoj dot jetën e tij. Unë besoj se ti pagove çmimin për mëkatet e mia në kryq. Besoj Zot se ringjallja jote më çliroi nga mëkati dhe vdekja. Faleminderit Perëndi për faljen. Faleminderit për dhuratën e jetës përjetshme që me gëzim e pranoj tani. E janë zemrën time, Zot, dhe më bëj si ti. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Miku apo mikesha ime, Bibla thot, të gjithë atyre që e pranuan atë, Zoti u dha fuqinë të bëhen bij të Perëndisë, të gjithë atyre që besojnë në emrin e Tij. Kështu edhe ju, nëse jeni lutur me mua, jeni bërë një fëmijë i Perëndisë. Mezi presim të dëgjojmë prej jush dhe sigurisht t'ju dërgojmë materiale shtesë. Na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radiovis7.net. Faleminderit të gjithë juve që na keni ndjekur sot dhe mendoni dhe për miqtë tuaj. Mendoni se si mund përfitojnë ata nga këto dëshmi të mrekullueshme. Ndaj tregojini se ku mund na dëgjojnë. Ndoqët programi numër 17 në gjuhën shqipe. Historia e vërtetë e John Miller. Të lirë nga prangat u prodhua nga Pacific Garden Mission dhe u soll në Shqip nga Radio 7 për t'ju treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Asnjëherë mos e nënvlerësoni letrën ose emailin tuaj. Ato na inkurajojnë shumë dhe na ndihmojnë të vazhdojmë misionin tonë.